ngriuni për vendin tuaj. Në 18 prill ishte datëlindja e Abdi Paletës, do të ishte 85 vjeç. Ndroi jetë më parë një nga figurat nacionaliste në krahun e djathtë Partisë Demokratike. Nuk do të harroj vizitën e parë të një delegacioni shtetëror NATO, ku dhe unë isha antar, se si shkëlqeu Baleta me drejtuesit politik të NATO-s, por dhe me generalit. Baleta ju tha, ju do të hyni në Kosovë. Dhe Kosova e ka shpëtimin vetëm po të bashkohet me Shqipërinë. Pjesa e parë e dëshirës dhe analizës brillante të Baletës u realizua. Pjesa e dytë shpresoj që të jetojmë, por klasa politike në Kosovë duket se ka marrë dhe ka kopjuar pikërisht klasën politike të korruptuar në Tiranë. Kjo është diçka që më shqetëson. Rama, por dhe Kurti kanë qenë në një summit radikal të majtë, duke bërë një sfidë haptas ndaj Trump. Natyrisht që Trump nuk ka asnjë lloj përqendrimi ndaj Ballkanit, ndaj Shqipërisë, dhe jo më kot ngatron të vendin ton me Armeninë, duke thonë që unë ndalova një luftë midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Por ata servil që janë pranë tij, mjafton këto detaje të çonin tek doni i madh, do ta shkatronte, degeneronte të degeneruarin në Ballkanit, Rama, por dhe bish për dredhurin do të thoja në krahasim me Amerikën edhe Kurtit. Amerika mbetet aleati ynë strategjik për të dy pjesët e kombit, si në kufin zyrtar të Shqipërisë, por dhe në pjesën tjetër të asaj unë që e quaj Shqipëria veriore, derisa i thonë Maqedonia veriore, pse të mos i themi. Dhe kam qenë djeni në arkivat e departamentit se çfarë kërkonte Xhezi Helps ndaj presidentit Reagan në vitet 80, një bashkim të Kosovës me Shqipërinë. Rama e thash që tregoi fytyrën banditeske kriminale të policisë Ballukut. Ajo drejton Shqipërinë. Me vete Rama kishte marrë një figurinë nga ato që ka qenë si dhuratë për trupin diplomatik, sidomos Bashkimit Evropian, të diplomatëve të korruptuar. Çuditërisht, nuk shikojmë që krahas veshjes të Ipre Bufoni, në dekor të jetë Linda e Surrelit, e ndaluar nga agjencitë amerikane të zbulimit krimeve, dhe faktikisht më e forta e 3 lindave që kanë marrë peng Ramën. Është rastësi, edhe pse hiqet si trampist i madh, duke puthur këmbët e fëmijëve mediokër të përkëdhelur Trump, duke vrapuar si i marrë tek bordi i paqes një organizëm që nonsens, ai përsëri është puthur me hermafroditin Soros, Alexën. Nuk guxoj të nxirrte fotot personalisht, por Alexa nuk e fal. Ashtu si Netanyahu ushtron presion ndaj Trump me ashtu quhetën dosjen Epstein, Soroshi ka shumë tek dosja ndaj Ramës. Rama nuk i ka shkëputur kur lidhjet me Soros, me këtë figurë anti-amerikane, antifamiljare të vështirë. Kashyap Patel, indian amerikan i çorroditur, është sulmuar shumë nga media amerikane, por dhe nga e djathta, mungon në zyrë, shpesh i dheur, pianec, një figurë që askush nuk e di se si doni madh i besoj atë vend. Duke ndjerë që se mbas shkelmit dhënë ndaj shefes të Bondi, do të vi shkelmit Doni dhe për të, ka thënë se do të arrestoj ata persona
të angazhuar me vjedhjet e vitit 2020. Kashyap Patel. Këto akuza i kushtuan $700 milion Fox News. Nuk u provua në asnjë gjykat. Kapitulli mbyll. Aq më tepër që keqet e ngritura nga prokurorët e pa zot të Bondit nuk kanë prodhuar asgjë. Trump ka dhënë një detyrë të çosh pas prangave si grup i strukturuar kriminal shorësh. Nuk e bëra asgjë, edhe pse ka prej 6 muajsh një grup i thelluar hetimor me 100 vet. Dështove me ish-drejtorin e FBI-t, Comey, me Bolton, me ish-drejtorin e CIA-s, me prokuroren e përgjithshme të New Yorkut, sepse prokurorët dhe hetimet ishin amatoreske. Trump duhet bëjë ndryshime në administratë, në kabinetin e tij, sepse e futën në mënyrë të pastudiuar në konfliktin e madh me Iranin. Natyrisht që Trump duket se është në çaste paniku, sepse si gjithmonë kërkon të dalë fitimtar. Dëmet janë masive ndaj Iranit, rreth $200 trilion. Kjo pauzë dhe këto pandema do të ketë paqe apo jo, i kanë krijuar mundësi të riorganizohen radikalëve të cilët kontrollojnë Iranin. Në qoftë se Trump do të vazhdojë dhe 2 muaj bombardime, qeveria bie. Do të kërkohej aprovimi i Kongresit. Ja kam thënë disa herë që kur ka konfliktet të këtij nivelit kaq të lartë, vëmendja bie për një fshat të vogël periferik në Ballkan si Shqipëria. Ambasada amerikane duhet kishte folur. Dhuna policeske ishte banditeske. Pa shkak. Unë e kuptoj që mund të kenë qëndrime politike për kreun e PD-s, e pa kuptim se nuk prodhuan kur një provë, por duhet respektojnë ata shqiptarë që për mendimin tim mbajtën qëndrim heroik në atë protest, sepse unë e pash nga afër, e preka atë realitet, isha aty, dhe di që njerëzit e kanë frikë. Rama është më i egër se Hoxha dhe Ramizalia. Vetëm me oligarkët e tij, duke vjedhur miliarda dollar, mban gjallë patronazhistët dhe persekuton demokratët dhe ata që janë kundër tij. Ardha e kreut SPAK tregon qartë që ka 2 qasje nga kjo administratë. E turpshme nga drejtimi politik i zotit Trump ndaj Shqipërisë, nuk meriton të Rama të ishte tek bordi i paqes, sa do miliona dollar ti ketë falur i bankës, por ai që quhet Deep State, ata njerëz të mëdhenj që mban këtë vend të madh, vazhdojnë hetimet. Provat janë masive, me $100 milion të kapura transferta nga Abi Bank nga Linda e Surrent. Dhe Rama e di, duhet të tmerruar familjarisht, ndaj kërcen aty ku ka origjinën, aty ku është sponsorizuar nga një figurë antikombëtare amerikane, antihumane, hermafroditi, Aleksha Shorës. Dhe fotot e publikuara nga ai tregojnë qartë se ku është Rama. A do ta shkatrojë zoti Trump NATO-n? Siç ju kam thënë disa herë, ai kërcen nga një subjekt në tjetrin, por ajo që na rrezikon është largimi i trupave në bazat amerikane, sepse Italia, Spanja nuk lejuan avionët amerikanë të furnizoheshin në sulmin e madh në luftën e shekullit në Iran. Gjorgjia Pepri tregoi fytyrën e saj. Nuk është lider. E dobët. Servile ndaj Trump, por e gjunjëzuar nga e majta italiane, nga trysnia, nga presioni për një kafe më shumë apo një cappuccino më pak për italianët. Gjermania
u rindërtua, u riedukua nga Amerika, me dollarët e paguar nga taksa paguesit amerikanë. E një gjë për Italinë, për Spanjën, mos mirënjohës. Ka ndërtuar një shtet social mbi parimet socialiste dhe tezat e Marxit, duke sjellë një shkatrim të kulturës perëndimore europiane. Gjithë vend s'ka të drejtë. Do duhen kohë ta kuptojnë dhe të kthehen djathtas. Dhe Trump ka të drejtë që të largohet, të mos mbështesë më kontinentin plak, të kurrur në peshën e një utopie idioteske. Po në Shqipëri, po në Kosovë. Berisha ka kuptuar, mos prisni që Ramën ta heqin ndërkombëtarët. Unë besoj se SPAK me ndikimin e ndërkombëtarëve do ta vendos pas prangave Ramën, dhe vetëm atë. Fillimisht do të fillojnë me familjarët që s'kan imunitet. Provat janë masive. Amerikanët e dinë shumë mirë se Rama është aksioner i fshet tek gjithë oligarkët që fryen me blerje hotelesh dhe pastrimesh miliardë dollarë kudo në botë. Kush e sponsorizon Spiropalin? Është vetëm Ania, ndihmuar me miliona dollarë në Kanada? Është Bashkimi Evropian, apo janë dhe Amerikanët? Dalja e Braçës, gjithashtu. Ramën dhe hajpesha e tij. Ju thash, 1 milion shqiptar të dëbuar nga qeveria e tij, janë 1 milion mallkime nënësh, të gjithë atyre që nuk kishin pse të iknin. E ndërkohë, e ka kthyer atë vend të bukur nën kontrollin e bandave dhe mbizotron omerta, mos fol se të vras. Një figurë që pa personalitet, pa ndonjë të kaluar politike, i cili erdhi dhurat dhe bleu kreun e PS-s, mbasi u mbështet nga Nexhmia Xhuglini, klani i saj. Nuk është rastësi. Kanë qenë makinat e Sulogradecit që e shoqëronin ato ditë kur dilte dhe bërtiste kundra Enver Hoxhës për të fituar kapital politik. Ka shkatruar PS-n. Mbi të gjitha ka shkatruar sistemin zgjedhor, aq sa shqiptarët kanë kaluar në pesimizëm dhe thonë që nuk e heq dot as vota, ka bler Amerikën, ka bler çupurlinën e Trump, mediokrin Kushner, pa harruar dhe mediokrin Grinell. Mund blej çfarë doj. Nuk e blet dot largimin e tij. Unë e pash në Tiranë. Shumica nuk e do Ramën. Shumica urren dhe vetë socialistët. Natyrisht mund të kenë kundërshti dhe për Berishën, pa diskutim. Por e keqja ikën me të keqja, kam thënë disa herë. Opozita duhet të fillojë të protestojë tek SPAK. Dosjet ndaj Ramës, hetoni Ramën. Ju kam dhënë disa indicje. Miliona dollar pagesa nga Abi Bank me lindjen e Surelit. 250.000 dollar pagesa për një aktivitet politik në Manhattan, atë ditë që donin të vrisnin Trump, dhe Biden i kishte vënë në dispozicion vetëm 6 oficer të Secret Service. Këmputhësit të Ivankës dhe të Sorosit 22. Takoi me Vučić, siç takohet gjithmonë. Dhe puthet vazhdimisht me Soros. Dhe mbas kësaj shkon për pastruar miliardat tek vendet arabe. Agjencitë e kundërzbulimit amerikan dinë çdo gjë. Kur godasin, duhet të jesh tek mentaliteti i këtij vendi, atyre që drejtojnë ti kuptosh. Dhe nuk kuptohen thjesht, por Amerika është e ftohtë ndaj tij. Ndaj ai detyrohet të shkojë tek foleja grencave, te marksisti Soros, te antihumani, sepse gjen veten transgender, gay, antikomp, antishqiptar. Natyrisht që ka bler thuajse çdo gjë. Dhe ajo që të skandalizon është blerja e heshtjes e trupit skandaloz diplomatik. Unë e di që Europa dërgon ata diplomatë që duan vjedhën në Shqipëri.
Amerika jo. Atë shpresojmë se ish generali që mund vi ose mund mos vi, sepse a kalon dot në Senat, do të ndryshojë seriozitetin e trupit diplomatik amerikan, për mbështetur më në fund opozitën, ashtu siç bën Haptas në 97. Situata është më e keqe, më e vështirë sot se kur. Ai mburret për 10 milion turist. Sa përqind janë spion? Sa këmbgryq është spionët nga Athina, nga Beogradi, nga Moska? Masive. Dhe shqetësuese është një fakt, që futut e Netanyahu po blejnë prona në mënyrë të çmendur në Greqi dhe në Shqipëri. Kanë frikë se shteti tyre do të dështojë dhe do të donë një vend ku strehoheshin. Ndaj Rama dhe Linda e Surrelit propagandojnë për sinagoga në një vend që çifut nuk ka. Shqipëria nuk është dukur, Shqipëria ka rezistuar, ka pasur ikje masive që në kohën e Skënderbeut. Por përsëri trojet e shqipeve kanë mbijetuar. Sa do të ikin? Them se do të kthehen, jo të gjithë, natyrisht. Prallat se Shqipëria jeton një prosperitet bom, nuk i ble kush. Pesha e tij do të haj, e meriton. Rrethi tek familjarët e tij ngushtohet. DEA, FBI, agjencitë amerikane dosit i kanë masive. Natyrisht që ai kërkon ta shes veten si Orban, si Erdogan, të dy që do të rinë, nuk ka asgjë të përjetshme. Një javë ka qëndruar kryeministri Hasan Prishtina. Është më i famshëm në histori, edhe se Adil Çaçani, paraardhësi i tij. E keqja ikën më të keqe. Asaj policie banditeske i duhet në përgjigje që meriton. Publikoni fotot e kriminalëve ignorant që kryen atë dhunë me porosit e Ramës. Fundi do të kthehet në kokën e tij. Unë besoj. Dhe njerë e mbyll me thirrjen e Bill O'Reillyt White, ngriu në luftën e përvendimit tuaj. E di, është e lehtë të flasësh nga jashtë. E di që është e vështirë aty. Ka blerë çdo gjë. Por nuk blen dot heqjen zvarr ti. Kudo në Shqipëri.